Prefektja e Qarkut Vlorë, Evi Sallushi, mblodhi sot në Sarandë Komitetin e Turizmit në kuadër të përgatitjeve dhe menaxhimit të sezonit veror. Gjatë takimit, Allushi kërkoi performancë maksimale në çdo dikaster dhe institucion përgjegjës për të përballur fluksin e lartë të turistëve, ndërsa theksoi se sezoni turistik ka nisur tashmë dhe kërkon angazhim të plot nga të gjitha strukturat. Prefektja nënvizoi se bashkëpunimi mes institucioneve vendore, policisë, ujësjellësit, shërbimeve shëndetësore, operatorëve turistik është thelbësor për mbarvajtjen e sezonit dhe garantimin e standardeve të shërbimit për vizitorët. Të gjithë së bashku sa jemi mbledhur këtu sot, kemi diskutuar lidhur rreth atyre pritshmërive që ne kemi për sezonin turistik të vitit 2026 në bashkinë e Sarandës, ashtu sikurse sezoni i vitit 2025 ishte një sezon i suksesshëm, por sigurisht pati edhe problematika. Sot ne kemi diskutuar, kemi folur lidhur me këto problematika për të gjetur zgjidhjet më të mira të mundshme për një sezon turistik sa më të mbar dhe patjetër për të siguruar një pritje sa më të mirë dhe të denjë, sikurse i ka hije Bashkia e Sarandës, për të gjithë ata turistë të zgjedhin të vinë dhe të vizitojnë Bashkinë e Sarandës, por njëkohësisht edhe gjithë qarkun e Vlorës. Xhemal Qafali, zëvendës ministër i brendshëm i pranishëm në këtë takim, kërkoi vijimsinë e traditës për të patur Sarandën si kryeqendër turistike, si në përballimin e fluksit turistik, ashtu dhe në parandalimin e mbingarkesës dhe krijimin e lehtësirave për vizitorët. Këtu ishim përfaqësues të gjitha institucioneve, të bashkisë, të pushtetit vendor, të inspektoriateve dhe koordinimi dhe bashkëveprimi i tyre sjell rezultate pozitive për turizmin. Kështu që në këtë kënd vështrim u diskutua sot edhe në këtë takim dhe shpresoj që Saranda të jetë sërish kryeqyteti i turizmit edhe për vitin 2026. Komiteti i Turizmit do të vazhdojë takime të ngjashme gjatë gjithë sezonit veror me qëllim evidentimin e problematikave dhe krijimin e një standardi elitar për përpunimin e turistëve dhe garantimin e aksesit të tyre në çdo atraksion turistik dhe akomodues.